Luksi i lartë i pushuesve në plazhin e Darzezës në Bashkinë Fier ka rritur kërkesat për shërbime sa më cilësore nga subjektet tregtare që ushtrojnë aktivitet në këtë zonë turistike. Një prej pronarëve të lokaleve në Bregdet shpreh se një nga nevojat më urgjente është vendosja e rojeve bregdetare nga bashkia, me qëllim rritjen e sigurisë për jetën e pushuesve. Ai thekson se edhe pse subjekti i tij ka staf që kontribon në monitorimin e zonës pranë aktivitetit, prania e rojeve të specializuara është e domosdoshme. Sipas tij, pastrimin e hapësirës së plazhit e kryen vetë subjekti, ndërsa shprehet i gatshëm të mbulojë edhe koston financiare të një roje bregdetare nëse ajo caktohet nga bashkia. Më e rëndësishme se çdo gjë tjetër është siguria dhe jeta e pushuesve, ka deklaruar ai. Ne si biznes që jemi këtu, jemi munduar kemi vitet të tëra që mbajmë një vendroje. Mirë po njerëzit dihen tani që kanë ikur. Dhe neve në kanë ikur si bizneset vendroje të gjitha gjërat. Ne jemi mbështetur te bashkia që të ketë të japin ndihmë. Dikujt për shembull që nuk jetë jeta e rrezikuar, jo të ketë roje për detin, pa as roje bostani nuk ka këtu. Të ne kemi qef. Si biznes të punojmë, po është e pamundur, ne po s'patëm fuqia është nga shteti, rojet e plazhit do t'i veri bashkia. Po mirë, këti gjej njerëzit bashkia, atë se do t'ja pagojmë ne. Përveç taksave, na të caktoj e diçka tarif më të lartë, do t'i japim edhe ne diçka pak. Prej shumë vitesh ai ushtron aktivitet në plazhin e Darzezës, duke angazhuar edhe anëtarët e familjes. Sipas tij, megjithëse ky biznes siguron të ardhura për familjen, kostot e larta të taksave, pastrimit të plazhit, mirëmbajtjes dhe pagesës së punonjësve, e bëjnë aktivitetin ekonomikisht të vështirë, duke siguruar kryesisht të ardhurat e nevojshme vetëm për mbijetesë.